Qyteti i gurt i Gjirokastrës vijon të tërheqë turistë shumë të vendas dhe të huaj. Qendra muzeale e qytetit është destinacioni fillestar, pasi të gjithë turistët e nisin vizitën nga kalaja e qytetit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka ndarë një video me përshtypjet e disa prej turistëve që kanë vizituar gjatë prillit kalanë e Gjirokastrës. Një turiste shprehet se vin nga Franca dhe është herë e parë që ato vizitojnë Shqipërinë. Në Gjirokastër kanë zbuluar kalanë mrekullueshme me një pamje magjike mbreslënse. Një tjetër turiste nga Gjermania thekson se i ka pëlqyer shumë përvoja në kalanë e Gjirokastrës. Është shumë bukur që mund të ecësh kudo dhe pamja është fantastike, ka thënë ajo. Një tjetër turist që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës thekson se ai është me përjardhje kinezo-amerikane dhe sapo ka arritur në Shqipëri, më pas ka vizituar kalanë e Gjirokastrës. Jam me përjardhje kinezo-amerikane. Sapo kam ardhur në Shqipëri dhe më pas në Gjirokastër, është super bukur, moti e shifni vetë, fantastik, kalaja është mrekullueshme, pamjet janë fantastike, ne jetojmë në Londër, kjo është hera parë në Shqipëri, erdhëm dje dhe sot erdhëm në Gjirokastër, deri tani po e shijojmë shumë, kalaja është shumë e ruajtur mirë, është e mahnitshme se sa shumë histori ka këtu, ka periudha të ndryshme shumë interesante, pamjet janë të jashtëzakonshme dhe vendi është ende i ruajtur shumë mirë. Sipas tyre, kalaja është vendi ideal për të shëtitur lirshëm, ndërsa Edmond Saushi nga Berati tha se ka ardhur të vizitojë kalanë dhe është hera e dytë e tij sinkron.